Përshëndetje, mirë se vini në një podcast tjetër këtu në Shkollën e Jetës. Jam Elona Lopari, themeluesja e Shkollës së Jetës, ndihmoj kompanitë të rriten dhe zhvillohen globalisht për të zhvilluar impaktin dhe fitimet e tyre patjetër në mënyrë që ata të bëjnë më shumë të mira në botë, sepse unë vërtet besoj që me kanalin e sipërmarrjes ose me mënyrën e sipërmarrjes ne mund të bëjmë goxha kontribut në shoqëri, por edhe mund të ta lëmë botën një vend pak më të mirë se që gjetëm. Atëherë, kam përgatitur për ju një temë tjetër goxha interesante që gjithmonë marr pyetje me klientët e mi me aktivitete të përditshme të biznesit tim, që është platforma LinkedIn. Platforma LinkedIn është një nga platformat që po zhvillohet çdo ditë. Platforma LinkedIn është platforma më e madhe profesionale globale. Platforma LinkedIn është platforma ku njerëzit shkojnë për të bërë lidhje profesionale, për të rritur bizneset e tyre, por edhe për të rritur veten e tyre në karrierë, në një karrierë të saktuar. Në LinkedIn kemi vendimarrës që me studimet e fundit mesatarisht bëjnë 80.000 ose më shumë në vit në të ardhura vjetore. Kështu që do të thotë që njerëzit aty janë njerëz profesional, shkojnë me atë qëllim në atë platformë, duan të rriten profesionalisht dhe patjetër janë njerëz që mund të ndihmojnë, mund të jenë klientët tuaj potencial, mund të jenë lidhje të dobishme për karrierën tuaj, mund të jenë njerëz që patjetër mund të ju lidhin me njerëz të tjerë, kështu që është bërë shumë e rëndësishme që të dimë se si ta navigojmë këtë platformë për rritjen e biznesit tonë. Atë po filloj me disa nga pikat që unë mendoj janë shumë të vlefshme kur vjen puna tek LinkedIn. Unë në LinkedIn jam shumë aktive sepse edhe me punën që unë bëj jam business to business. Që do të thotë nëse biznesi juaj targeton bizneset e tjera, atëherë LinkedIn është një nga platforma nr. 1 kur krahason me rrjetet e tjera sociale për të qenë visible, i pranishëm, por edhe për të ditur se si ta përdorni platformën në mënyrë strategjike për të marrë rezultatet që ju kërkoni. Atëherë një nga gjërat më rëndësishme në LinkedIn është patjetër fjalët kyçe që ju keni tek profili juaj, me foto profesionale, me about me section dhe me le të themi rezumen tuaj profesionale të rrugtimit tuaj që patjetër ju pozicionon ju në punën që bëni ose në biznesin që keni. Kjo është shumë e rëndësishme sepse çdo gjë që ndodh aty, algoritmat janë shumë të zgjuara sot në botën e AI dhe kapin gjithmonë fjalët kyçe, nëse duan që t'ju tregojnë ju profilin tuaj tek njerëz që keni të përbashkëta, ose tek njerëz që po i kërkojnë, ose tek njerëz që ju po i kërkoni. Kështu që kjo është një nga pjesët më shumë të rëndësishme kur vjen puna për LinkedIn. Pjesa tjetër është targetimi i lidhjeve që ju kërkoni ose njerëzve që ju kërkoni ose vendimarrësit që ju kërkoni në LinkedIn. Duhet të jeni shumë të qartë se cilën targetoni. Kë kontakte do jetë kontaktet që ju interesojnë në LinkedIn dhe këtë mund ta bëjmë në mënyrë organike, që quhet falas, duke kërkuar në platformë njerëz të ndryshëm ose pozicione të ndryshme, ose duke bler programin që LinkedIn ofron që quhet Sales Navigator, që për një shumë ujore ju mund të ndërtoni lista kontaktesh të targetuara, sepse aty mund të targetoni njerëzit me më shumë informacione, mund të filtroni jo vetëm pozicionin, por edhe kompanitë që janë pjesë, fushën që janë pjesë ose fushën tek të cilat ata marrin pjesë, vendodhjen e tyre, domethënë në këtë program që LinkedIn ofron, mund të targetoni njerëzit edhe më mirë patjetër. Kështu që ka dy opsione për të rritur audiencën tuaj, për të rritur, le të themi, rrjetin tuaj të profesional të kontakteve, por edhe për të rritur ato mundësitë që ju të keni për të lidhur biseda të reja dhe për të ndërtuar lidhje të reja profesionale që patjetër ju do ju ndihmojnë në biznesin tuaj. Kjo është pjesa tjetër. Diçka tjetër ose pjesa e tretë le të themi për LinkedIn është algoritma është bërë shumë herë më specifike ku ju krijoni content dhe nëse e keni profilizuar veten le të themi për marketing, mos flisni për humbjen e peshë për shembull, ose mos flisni për
ku ta di unë, një temë tjetër të caktuar, që nuk ka lidhje me marketingun. Domethënë të gjithë përmbajtja që duhet të krijojë në LinkedIn duhet të jetë e lidhur me punën që ju bëni, ose me profilin që ju keni profilizuar veten. Sepse nëse jo, atëherë ju do jeni invisible, i padukshëm, sepse algoritmi nuk do t'ju favorizojë kur vjen puna tek njerëz që po e kërkojnë atë lloj përmbajtje që ju krijoni, ose njerëz që ju interesojnë ju për të qenë, për të parë profilin tuaj. Sepse algoritmi sot me AI-n është bërë dhe më specifik, dhe gjitha këto platformat përveç LinkedIn, ose përfshirë me LinkedIn do thoja, favorizojnë gjithmonë temat ose fjalët kyçe. Dhe po bëhen çdo ditë më shumë sipas interesit të përdoruesit. Sa më shumë këto platforma dinë për interesat e përdoruesit, aq më shumë ata ofrojnë këtë lloj kontenti ose këtë lloj përmbajtje tek njerëzit që i përdorin. Pjesa tjetër është si t'i rrisim këto lidhje ose kontakte profesionale, sepse është një gjë që të kemi kontakte me njerëz që si njohim, dhe një gjë tjetër që të kemi kontakte që jemi duke i ushqyer, ose raporte, marrëdhënie që jemi duke ushqyer me njerëz potencial që mund të na çojnë përpara synimet që ne kemi. Është mirë patjetër që të jemi përdorues i kësaj platforme, që do thotë nëse lidhemi bashkë ose keni një kontakt caktuar, të shkoni dhe të reagoni te postet e tyre, të reagoni, të bëni komente, sepse LinkedIn është pak aq shumë i ngjashëm me Facebookun shumë vite përpara, ku kur ti komenton tek posti i një personi, të gjithë njerëzit që ai person është i lidhur me ta, shikojnë postin tënd. Dhe ty të jep vizibilitet dhe te rrjeti i rrjetit, sepse rrjetët lidhen me njëri tjetrin si njerëzit. Kështu që gjithë ky vizibilitet patjetër është në favorin tuaj. Kështu që është mirë që të reagojmë me postet e kontakteve tona. Dhe pjesa tjetër e fundit është ajo që unë them gjithmonë, që duhet të jemi të qëllimshëm se si ndërtojmë raportet dhe se si ushqejmë raportet me njerëz që nuk i njohim, duke qenë të qartë se cilat janë hapat që dikush do shkojë nga se njohim fare tek klient potencial. Ka patjetër një rrugtim që duhet ndërmarrë në mënyrë që të ndërtohet kjo marrëdhënie dhe ky raport, dhe kjo të jetë e qëllimshme. Se nëse presim që të vinë njerëzit tek ne, nuk ka përdorur asnjëherë. Mund të keni një ose dy që mund të vinë tek ju, pjesa tjetër do të keni ju të qëllimshëm me mënyrën se si e përdorni këtë platformë në mënyrën profesionale. Nëse biznesi ju është në fushën e bizneseve, që do thotë që ju shërbeni biznese të tjera, atëherë kjo është platforma numër 1 që ju duhet jeni, sepse aty keni vendimarrësit e bizneseve. Ndryshe nga platformat e tjera, për shembull, qëllimi që njerëzit përdorin të platformat janë të ndryshme. LinkedIn shkojnë për punë, shkojnë për ndërtim profesional, shkojnë për biznes. Në Facebook shkojnë për familjen, për shoqërinë. Në TikTok e Instagram shkojnë për t'u argëtuar. Kështu që gjithë këto platforma kanë një qëllim më të madh të ndryshëm, që duhet ta dimë dhe të jemi të qartë kur ndjekim atë strategjinë se ku duhet jemi, ku duhet fusim kohën tonë, kush janë njerëzit e dur që duhet të lidhemi me ta dhe cili është rrugtimi që do marrë secili, në mënyrë që të shkojnë nga njohje të ftohta, them unë, njerëz që nuk i njohim ose nuk na njohin ne, se më rëndësishme janë të na njohin ne se sa të njohim ne. Dhe tek le themi njerëz që mund të bashkëpunoni me biznesin tuaj. Kështu që gjithë ky rrugtim duhet të jetë shumë i qëllimshëm, ndryshe asnjë platformë nuk ju mund t'ju ndihmojë dot, për fat mirë dhe për fat keq. Nëse kërkoni më shumë ndihmë, patjetër në profilizimin e biznesit tuaj në LinkedIn, por edhe gjithë këto hapat që unë bisedova duke profilizuar çfarë qëllimi keni, kush është audienca targetuar, cili është ky rrugtimi që duhet ndërmarrim, si të rregullojmë profilet, gjithë këto pjesë të ndryshme që sa po ndava me ju, kjo është puna ime. Mund të bisedojmë gjatë dhe mund të bëjmë një bisedë se çfarë kërkoni dhe ju ndihmoj patjetër
me ato sugjerimet e mia. Shumë faleminderit që e ndoqët dhe këtë javë podcastin e Shkollës së Jetës. Kam marrë disa kohë në fakt që po e bëj këto episode solo, sepse dua të përqendrohem le të themi në dhënien e informacionit të duhur. Dhe do vazhdojmë dhe do vijojmë të ftuar të radhës së shpejti, po për këtë sezon doja që të fokusohesha në episode solo, kështu që më thoni nëse janë të vlefshme, mund të më dërgoni mesazh në Instagram, Shkolla Jetës Elona Lopari, dhe më thoni nëse këto episode janë të vlefshme apo jo për ju, ose cilat janë temat që ju doni të diskutojmë në këto episode që më po i bëj vetëm ose solo. Shumë faleminderit edhe një herë, faleminderit që më mbështesni podcastin, mos harroni të bëni subscribe, të ndani dhe të lini një review që të ndihmoj le të themi shikueshmërinë e këtij podcasti tek njerëz që kanë interes për të podcast. Shumë faleminderit dhe do shihemi episodin e radhës. Mirupafshim.